Të nderuar zonja dhe zotëri, mirëmbrëma, do të jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Edi Rama deklaron se projekti i Zvërnecit nuk do të ndalet, përshëndet hetimet e prokurorisë së posaçme, e cila ka sekuestruar edhe llogaritë e kompanisë. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa inkurajon Shqipërinë të vijojë me reformat. Kryeministri Rama përsërit angazhimin për anëtarësim brenda 2030-s. Grabitet banka e nivelit të dytë në Tiranë, autori hyn në ambientet e brendshme me skafandër dhe rrëmben shumën e parave, largohet me një skuter elektrik. Agai përjashton nga ferma Sërginin për thyerjen e rregullave, shtyhet për të premten televotimi. Adi Krasta surprizon konkurrentët me pyetjet pikante. Pjem të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Kryeministri Edi Rama përshëndeti hetimin e prokurorisë së posaçme për Zvërnecin, megjithatë ai deklaroi se investigimi në këtë zonë bregdetare nuk do të ndalet. Kundërshtarët dhe qytetarët, të cilët kanë dalë në protesta, u kujtoi se kanë mbështetjen e shumicës së shqiptarëve që e kanë votuar. Kryeministri Edi Rama bëri të qartë se projekti për investimin në zonën e Zvërnecit nuk do të anullohet. Në një konferencë me presidentin e Këshillit Evropian, kreu i qeverisë inkurajoi SPAK-un për të zgjidhur çështjen e pronësisë. Megjithatë, u shpreh se ky investim i këtij niveli nuk do të ndalet. Ana tjetër është nuk ka asnjë shans që investimi të ndalojë sa kohë unë do jem këtu. Dhe ndërkohë, unë jam absolutisht i hapur, siç kam qenë edhe në rastet e tjera, për të diskutuar me çdo që ka pretendime. Teoria ndalu ti se jemi ne, me mua nuk ka funksionuar, nuk funksionon dhe nuk do funksionoj për sa kohë unë jam këtu me votat e shumicës së shqiptarëve. Rama shpjegoi se nuk ka ende një projekt konkret në letër, por se gjithashtu pritet dhe raporti i studimit mjedisor për të konkretizuar investimin. Ka problem me projektin. Çudi e madhe se s'ka projekt. Ka vetëm një koncept i cili, siç e shpjegova dje, është miratuar dhe është shoqëruar me shumë kushte për projektin që pritet vi. Ka probleme me impaktin mjedisor. Çudi se kemi studimin mjedisor akoma, i cili do të vi dhe po kryet nga një nga konsulencat më të mëdha ndërkombëtare me reputacion botror. I pyetur lidhur me çështjen e Zvërnecit, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi se Komisioni Evropian është në kontakt me autoritetet shqiptare dhe po dëgjon gjithashtu dhe shoqërinë civile. Nuk mund të flas për ndonjë projekt të veçantë apo specifik, por Komisioni Evropian, jeni të sigurt, është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet shqiptare, duke dëgjuar edhe shoqërinë civile dhe në rast se do të ketë arsye për të komentuar, Komisioni Evropian do të reagojë. Çështja e Zvërnecit ka shkaktuar protesta kombëtare për gjatë ditëve të fundit. Prokuroria e posaçme ngriu llogaritë e Albanian Land Development pas hetimit të nisur për tjetërsim pronash në Zvërnec. Dy prokurorët e posaçëm, Altin Dumani dhe Elida Kaçkini, pasi kryen kontrolle të hënën, kanë dyshimin se pronat në Zvërnec janë përvetësuar. Kështu nën sekuestro u zbën llogaria bankare e kompanisë që administrohet nga Redi Struga. Aktualisht kemi të bëjmë me hetimin pasuror, i cili nëse përparon, do t'i hap rrugë edhe hetimit penal. Të shtunën në Zvërnec përballje e policisë private me protestuesit shkaktoi reagim të gjerë publik, i cili është përkthyer në disa protesta. Mira qytetarë janë mbledhur në ditën e tretë të protestës kundër ndërtimit të resortit në Zvërnec. Të mbledhur në sheshin Skënderbej, protestuesit nisën të marshojnë drejt kryeministrisë, ku kërkojnë anulimin e planit për të ndërtuar një resort turistik në zonën e Zvërnecit. Në mesin e thirrjeve për heqje dorë nga investimi, disa protestues janë përgjigjur ftesës së kryeministrit Rama për të bashkëbiseduar me një grup përfaqësues prej tyre. Nuk ka dialog, është përgjigjja në kohë e disa prej të pranishmëve në Tubim. Kjo është dita e tretë e protestës që ka mbledhur mijëra qytetarë, ku të pranishëm janë edhe të mitur. Një zëri ata kanë bërë thirrje për anulimin e projekteve, ndërsa i kërkojnë kryeministrit Rama dorëheqjen.
Tirana ishte ndalesa e radhës e presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa. Ai është takuar me presidentin Begaj dhe me kryeministrin Rama. Presidenti i Këshillit vlerësoi reformat dhe bëri të ditur se Komisioni Evropian ka propozuar mbylljen e 3 kapitujve të parë të negociatave. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa u ndal këtë të martë në Tiranë. Në kryeministri zyrtari i lartë i Unionit u prit nga kreu i qeverisë Edi Rama, ndërsa më pas në konferencën e përbashkët ai dha lajmin e mirë për Shqipërinë. Kemi kushtet për të filluar mbylljen e disa kapitujve. Dje Komisioni ka sjell Këshillit propozime për mbylljen e 3 kapitujve, po ecet përpara dhe këtu duhet të përqendrohemi. Shqipëria ka një synim shumë ambicioz për përfundimin e negociatave në fund të vitit 2027. Jemi në qershor 2026 dhe kemi edhe një vit e gjysmë përpara. Ndaj duhet të punojmë fort. A është e vështirë? Po. A është e pamundur? Jo. Për Antonio Costa, në rëndësi ka puna e bërë nga Tirana zyrtare për reforma, të cilat nuk shërbejnë vetëm për procesin antarësimit në Union. Këto reforma më shumë se sa kushte janë në zgjedhje nga ana juaj për të ndërtuar institucione të forta demokratike. Angazhim për ruajtjen e një pushteti gjyqësor të pavarur janë thelbësore. Përshpejtoni luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Krati, kryeministri Rama vuri në dukje se vendi ynë dhe Unioni kanë të njëjtën qasje për procesin. Kemi dakordsi 100% për sa i përket detyrave që ne duhet të bëjmë. Kemi dakordsi 100% për sa i përket domosdoshmërisë që të ecim me këtë ritëm dhe të fillojmë me mbylljen e kapitujve. Kemi dakordsi 100% që të bëjmë çmos që rajoni si tërë të funksionojë si një kolektiv. Më herët, presidenti Costa zhvilloi dhe një takim me presidentin e Republikës Bajram Begaj. Socialistët e Tiranës festuan sot 35 vjetorin e krijimit të partisë së tyre. Gjatë ceremonisë janë dhënë medalje për disa prej figurave kryesore që drejtuan PS ndër vite. Gëzuar 35 vjetorin. Deputet drejtues e ish eksponent e Partisë Socialiste si dhe simpatizant të kësaj force politike u mblodhën në pallatin e kongreseve për festën në kuadër të 35 vjetorit të krijimit. Në nisjet e eventit u shfaq një historik i shkurtër i kësaj force politike që nga koha kur PS u krijua e deri në ditët e sotme, kur Shqipëria është një hap më pranë antarësimit në BE. Një prej figurave më emblematike të Selisë Roz, ish kryeparlamentari Gramos Ruçi, u shpreh bindur se PS sot është më e fortë se kurrë. Dhe jemi shpresplot që Partia Socialiste sot është më vitale, është më e fortë, është më progresive dhe mandati 4 është pak, ajo sigurisht do të sigurojë dhe mandatin e 5. Një mesazh quajeni si duani, amanet apo merak për drejtues të ri të kryesisë të Asamblesë Kombëtare, deputetët, kryetarët e bashkive do të kishja dy gjëra. E para, duani dhe mos harroni antarin e thjeshtë të Partisë Socialiste. Duani, respektojeni votuesin e Partisë Socialiste. Gjendjuni atia në gëzime dhe në hidhrime. Në mos ja zgjidhni hallin qaja një atia. Me medalje të artë për kontributin në Partinë Socialiste u dekorua edhe ish presidenti Recep Mejdani, i cili vuri theksin tek përparimi vendin në modelin e vendeve europiane. Partia Socialiste ta çojë Shqipërinë në ato modele që kemi në vendet nordike. Është një nga modelet që dhe senatori i famshëm amerikan Bernie Sanders kërkon ta zhvillojnë në Amerikë. Medalje të artë ju dha gjithashtu Ethem Rukës për kontributin në PS. Gjatë fjalës së tij ai vlerësoi punën e Ramës dhe uroi që nën qeverisjen e Partisë Socialiste flamuri Ismail Qemali të valvitet në Bruksel. Ministri i Drejtësisë kërkoi nga prokuroria të hetojë më shumë krimin ekonomik. Sipas tij, evazioni fiskal deformon tregun dhe është një hapësirë që shfrytëzohet nga grupet kriminale për pastrimin e parave. Lufta kundër kriminalitetit, sidomos në sektorin e pastrimit parave dhe evazionit fiskal, si dhe krimet tatimore, ishin disa nga rekomandimet e qeverisë për prokurorinë e posaçme dhe organet e hetimit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Evazioni fiskal për
të gjithë neve besoj që nuk është thjesht një çështje tatimore, kur biznesi lishëm paguan tatime dhe ai pa lishëm jo, tregu të formohet, shteti rëndohet financiarisht dhe dëmtohet. Pastrimi parave bëhet në kriptovaluta, mashtrimi organizohet online, infrastrukturat publike sulmohen digitalisht, grupet kriminale përdorin teknikat gjithnjë më të sofistikuara komunikime dhe pastrimi duke vepruar njëkohësisht në shumë juridiksione. Jo vetëm krimet ekonomike, por edhe ngjarje të tjera të rënda ishin në fokus të këtyre rekomandimeve. Aksidentet e fundit me pasoja për jetën kanë bërë që të ndërmerren nisma për ndryshime në kodin rrugor. Drejtimi në gjendje të behur, në ndikimin e narkotikëve, pa leje drejtimi, janë vepra me ndikim të drejtë për drejtë e siguria publike dhe jeta e qytetarëve, ndaj në rekomandimet e 2026-s nevojitet të trajtohet me fokus të shtuar. Diversifikim të hetimeve dhe ndjekjes penale, rritje të cilësisë hetimore, por mbi të gjitha dhe përcim bashkëpunimeve me policinë e shtetit. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme Klodian Brahu tha se lufta ndaj korrupsionit nuk bëhet dot nga një institucion i vetëm, por duhen një sër faktorësh bashkëpunues. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar nuk mund të kufizohet vetëm te ndjekja e autorëve individual. Ajo duhet të synojë strukturat, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse të pasurisë që burojnë nga veprimtaria kriminale. Për këtë arsye, hetimi financiar dhe i pasuror do vijojnë të jetë pjesë thelbësore të punës sonë. Orsian Çela, kreu i prokurorisë përgjithshme, foli për asetet e sekuestruara të krimit organizuar, ku për vitin 2025 pati një rënje krahasuar me vitin paraardhës. Lidhje me hetimin financiar, me goditjen e aseteve kriminale, më duhet ta theksojmë, edhe pse kjo ka shkuar shpesh pa u vënë re, nuk e di arsyet, prokurorit e reduksionit përgjithshëm kanë arritur në 2024 të sekuestrojnë mbi 60 milionë euro asete, dhe në vitin 2025 mbi 40 milionë euro. Pra në 2 vitet e fundit, vetëm prokurorit e reduksionit përgjithshëm kanë sekuestruar mbi 100 milionë euro asete. Rekomandimet e referuara nga Këshilli i Ministrave për organet e drejtësisë janë në përputhje me procedurat e negociatave të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Janë instrument kryesor. Një tjetër banke e nivelit të dytë në kryeqytet ka rënë prej grabitjes. Një person i maskuar me skafandër në kokë ka rrëmbyer shumën e parave dhe është larguar me shpejtësi me një skuter. Një person i maskuar ka terrorizuar mes ditën e kësaj të martë ambientet e një banke të nivelit të dytë, duke marrë me forcë në kërcenimin e armës një shumë parash. Është ende pa qartë nëse ja ka marrë parat nga një qytetar që po kryente një depozitim në atë moment apo nga arka. Sipas informacioneve, autori hyri në bankë me skafandër motori në kokë dhe në dukje ka një armë zjarri. Ai ka arritur të marrë parat brenda pak minutash. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në afërsi të kryqëzimit të komunës së Parisit në rrugën Sulejman Delvina. Me pas autori është larguar me shpejtësi me një skuter, të cilin dyshohet se e kishte lënë jashtë bankës. Hetimet e drejtanishme tregojnë se grabitësi ka ndjekur itinerarin përmes rrugës Sulejman Delvina, ndërsa dyshohet se më vonë ka braktisur skuterin në një garazh për të humbur gjurmët. Pas kësaj ai dyshohet të ketë vijuar arrëtisje në drejtim të zonës së ish-bllokut. Shuma parave të grabitura ende nuk është bërë ditur. Forcat e shumta policie kanë nisur kontrollet në zonë dhe po kthyerin kamerat e sigurisë për identifikimin dhe kapjen e autorit. Një 43 vjeçar ka humbur jetën në Lushnjë në aksident. Ai ka bërë manovra të rrezikshme me mjetin e tij pranë komisariatit të policisë, por pas ndjekjes nga patrulla është përplasur me bordurat e rrugës. Një aksident me pasojë vdekjen e një 43 vjeçari ndodhi në orët e para të mëngjesit të kësaj të martë në një rreth-rrotullim në Lushnjë. Ernis Xhumari është parë nëpërmjet kamerave të sigurisë përpara komisariatit të policisë me një automjet Mercedes-Benz duke kryer manovra të rrezikshme. Më pas, sipas policisë, ai ka dalë nga automjeti duke bërtitur para komisariatit, veprim të cilin e ka përsëritur disa herë. Në këto kushte është njoftuar një ekip i patrullës së përgjithshme që ishte me shërbim në qytet për t'u afruar në komisariat, me qëllim verifikimin e drejtuesit dhe arsyeën e sjelljes së tij. Por Xhumari sapo ka parë patrullën që vinte drejt komisariatit është larguar me shpejtësi dhe pas disa minutash, dyshohet se për shkak të shpejtësisë së madhe dhe humbjes së kontrollit mbi drejtimin e automjetit, është përplasur me bordurat anësore të rrugës në vendin e quajtur rreth-rrotullimi plasmasit dhe është përmbysur. Si pasojë, 43 vjeçari banues në Tiranë humbi jetën në vend.
Ndërkohë një tjetër aksident ndodhi në Kanin të Vlorës, ku si pasojë përplasjes së 2 automjeteve, njëri prej drejtuesve të mjeteve ka mbetur i plagosur rënd. Në vendngjarje mbërriti menjëherë policia, ndërsa është dashur edhe ndërhyrja e forcave zjarfikse për të nxjerrë drejtuesin nga automjeti, pasi kishte mbetur i bllokuar brenda tij. Kreu i Partisë të Lirisë, Ilir Meta, laktë të martë qelin e burgu 313 për t'i dhënë lam të mirën babait të tij, Recep Meta, që u nda nga jeta të hënën në moshën 83 vjeçare. Ish-presidenti mbërriti në skrapar i shoqëruar nga forcat e policisë pa pranga në duar. Kjo është hera e parë që Meta lë qelin që nga arrestimi i tij. Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit 2024 dhe po hetohet për veprat penale të fshehjes së pasurisë, pastrimit të parave dhe korrupsionit. Maturantët kanë dhënë këtë të martë provimin e parë atë të gjuhës së huaj. Pas testimit, ata janë shprehur optimist se do të marrin vlerësime pozitive. Provimi i radhës është ai i gjuhës shqipe dhe letërsisë në 9 qershor. Të maturës shtetërore me gjuhën e huaj. Edhe pse shprehen të emocionuar për provimin e parë të anglishtes, maturantët thonë se përgatitjet me tezat e provimit i kanë ndihmuar në përvecimin e njohurive. Normalisht që ka pak emocione, se si çdo test, si çdo provim, domethënë duam të bëjmë më të mirën tonë dhe maksimumin. Në anglisht, unë personalisht jam mirë, po besoj dhe të gjithë maturantët se është një gjuhë që e kemi praktikuar shpesh. Provimet e anglishtes një lloj strukture kanë dhe kemi punuar teza her pas here. Konsultimet normalisht kanë qenë shumë të nevojshme, të ndihmojnë shumë. Për anglisht normalisht dim dhe mendojmë që provimi nuk do jetë një farë niveli shumë të vështirë, ndërsa për provimet e tjera mund të jetë edhe më i vështirë ndoshta. Procesi do të vijojë më 9 qershor me provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë, më 16 qershor me matematikën dhe do të përmbyllet më 23 qershor me provimin me zgjedhje. Mbarvajtja e provimeve mbështetet nga 2087 mësues administrator dhe 170 monitorues të Ministrisë së Arsimit, ndërsa 650 vlerësues do të angazhohen në korrigjimin e testeve të maturës shtetërore. Sorgini u përjashtua nga firma e VIP-ave për shkeljen e rregullores pasi kërkoi informacion nga jashtë. Aga ishte u për të premten televotimin e hapur për 3 konkurrentët, Zhakun, Ilirin dhe Sarën. Një nga momentet më pikante të spektaklit të së hënës ishte hyrja në fermë e moderatorit të njohur Adi Krasta. Vetëm 2 javë përpara finales së madhe të 15 qershorit, nata e 20 praj me ferma VIP 3 solli zhvillime të forta, përjashtime nga gara, debate të ashpra, surpriza dhe vendime që ndryshuan dinamikën e lojës. Mbrëmja nisi me një lajm të papritur, që në minutat e para të fillimit të spektaklit, moderatorja Arbana Osmani u konfirmoi fermerëve vendimin e Agajit për përjashtimin e menjëhershëm të Sorginit nga gara. Agaj ka vendosur ta përjashtoj. Shkaku bë informacioni i dhënë nga jashtë, një shkelje e rëndë kjo e rregullores së formatit. Ndërkohë televotimi i hapur prej ditës së premte për 3 fermerët që po ashtu kanë thyer disa rregulla në fermë, mbajti gjatë në nethe Zhakun, Ilirin dhe Sarën. Pavarësisht pritshmërive për një eliminim, loja solli një tjetër kthes. Televotimi u shtyn ndaj publikut do të vazhdojë të votojë deri të premten, ku njëri prej tyre do të lërë përfundimisht fermën. Televotimi i sotëm do të vazhdojë deri të premten. Gjatë kësaj jave nuk kanë munguar as përplasjet, të cilat morën edhe më shumë zë gjatë spektaklit. Bëj dhe në qik parat këtu për Miss Mamadir. Një ndër debatet më të komentuara ishte ai me Soni dhe Zhakut, pasi kjo e fundit deklaroi se Soni kishte ndjenja për Ilirin. Se këron në dashuri me Ilirin edhe të ka thyrë zemrat. Komentet e saj ndesën diskutime jo vetëm mes fermerëve, por edhe në studio ku opinionistët u përfshin në analizën e situatës dhe pasojat që deklaratat të tilla sjellin në lojë. Adi Krasta! Një nga momentet më të veçanta të mbrëmjes ishte hyrja e moderatorit dhe gazetarit të njohur Adi Krasta. Për herë të parë në karrierën e tij, Krasta u bë pjesë e një reality show duke thyer kështu një nga tabut e tij personale. I ke dhuruar publikut
projin tënd psiqik. Ai nuk hyri si konkurrent, por në rolin e intervistuesit, ku kishte të drejtë i drejtonte nga një pyetje se cilit prej fermerëve të mbetur në lojë. Pyetja që shtrohet është kush do fitojë. Në qendër të diskutimeve mbeti edhe zgjedhja e Vispupës si fermeri më i preferuar i publikut. Ky vlerësim nuk u prit mirë nga Mimoza Ahmeti, e cila vazhdoi të shprehte rezervat e saj ndaj lojës së aktorit. Nuk jam në konkurrencë këtu me asnjë, pavarësisht Visi nga ana tjetër mbrojti strategjinë dhe zgjedhjet e tij, duke theksuar se çdo veprim ka qenë në përputhje me karakterin e tij. Debati mes tyre solli një tjetër moment reflektimi mbi kufirin mes rolit dhe personalitetit real në një format si Ferma VIP. Nata 20 Prime konfirmoi se rruga drejt finales së 15 qershorit do të jetë e mbushur me emocione, përplasje dhe surpriza deri në momentin e fundit. Vajzat e spektaklit të bukurisë Miss Shqipëria janë dalur në Kastoria të Greqisë. Rrugëtimit nëpër destinacionet kulturore, historike dhe turistike po i vjen fundi, pasi në 6 qershor do të garojnë për kurorën e më të bukurës. Pak ditë përpara finales së madhe të Miss Shqipëria 2026, e cila do të zhvillohet më 6 qershor në Pokradet, konkurrentët e këtij edicioni zhvilluan një vizitë në Kastoria të Greqisë, një nga qytetet më të njohura liçenore të rajonit. Të shoqëruara nga stafi organizator, vajzat patën mundësi të njihen më nga afër me historinë, kulturën dhe traditat e këtij destinacioni turistik, duke pasuruar eksperiencën e tyre përpara natës finale. Pas mbërritjes në Kastoria, programi vijoi me aktivitete të ndryshme kulturore dhe turistike. Një nga ndalesat më interesante ishte Shpella e Tregojit, një prej atraksioneve më të vizituara të zonës. E njohur për liçenet nëntoksore, Shpella mbart edhe një legjendë të lashtë që e lidh atë me një dregua që ruante një minier Ari. Vizita vijoi më pas pranë manastirit Panaia Mavriotisa, një monument i rëndësishëm fetar dhe historik i rajonit, ku konkurrentet u njohën me vlerat kulturore dhe trashëgiminë e zonës. Një tjetër moment i veçantë ishte shëtitja përgjatë bregut të liçenit dhe lundrimi në ujërat e qetë të Kastorias, që i ofroi vajzave pamje panoramike dhe momente relaksi mes natyrës së mrekullueshme. Vizita në Kastoria u mbyll me aktivitete tradicionale, ndërsa emocionet për finalen e madhe të Miss Shqipëria po shtohen nga dita në ditë. Ky udhëtim shërbeu jo vetëm si eksperiencë turistike, por edhe si një mundësi për të promovuar njohjen me kulturat dhe traditën e rajonit, pak përpara kurorëzimit të fitueses së Miss Shqipëria 2026. Kuqezinjt janë gati për miqësoren me Izraelin që luhet nesër në Tiranë. Trajneri i ri Rolando Maran foli për ndryshime në formacion si dhe në lojën e skuadrës me synim për të marrë një rezultat pozitiv. Shqipëria zhvilloi seancën e fundit stërvitore para miqësores së parë të qershorit, e cila do të luhet të mërkurën në orën 20 në Tiranë. Kjo sfidë do të shënojë edhe debutimin zyrtar të trajnerit të ri Rolando Maran në krye të stolit kuqezi. Tekniku italian, ndonse ka pasur shumë pak ditë në dispozicion për të përgatitur ndeshjet, tha në konferencë se të paktën për konceptin e lojës, ishte mjaftueshëm që lojtarët të futen brenda ideve të tij. Maran paralajmëroi ndryshime në raport me epokën Silvinho. Besoj se ka mjaftuar koha për një koncept të qartë se si duhet të luajmë. Më pas, çfarë do të jetë rëndësishme është si do të përkthehet në fushë nga lojtarët. Duhet të kemi qasjen e duhur, skuadra të jetë mendërisht e përgatitur, nga se kam parë nga motivimi dhe energjia në skuadër është sinjal i qartë që skuadra është në pikën e duhur. Jemi fokusuar tek cilësitë ofensive të lojtarëve dhe mënyra si ata i përgjigjen sulmit dhe ideve tona. Sigurisht, në këtë ndeshje do të shohim disa ndryshime nga më parë. Maran e konsideroi me rëndësi edhe rezultatin me miqësorët ndaj Izraelit dhe Luksemburgut. Rezultati është i rëndësishëm, por edhe performanca, sidomos nëse kemi performancë të mirë dhe vjen edhe rezultati, do të përbënte një ndeshje perfekte. Janë 2 ndeshje miqësore, por gjithmonë ka rëndësi rezultati. Më pëlqen të kem skuadër agresive, më pëlqen të kem topin vetë dhe që skuadra të hyjë në fushë përfitore. Kundër Izraelit do të jetë vështirë, sepse është një skuadër që fshihet tek detajet e posedimit të topit tek rivalët. Do të jetë test provues, por kërkoj që skuadra jon të jetë me kurajo dhe me personalitet në fushë. Pas Izraelit, Shqipëria
Shqipëria do të luajë sërish në stadiumin kombëtar me 6 qershor edhe një miqësore me Luksemburgun. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.